يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. Nuk është gjuna për juve nëse I shkurorzoni në gratë para se të keni kontakt me to ose para se të caktohet mehri. ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. Secilit Allah subhanahu wa taala ia ka përcaktuar të drejtën e vet sipas asaj që është e njohur në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Haqqan 'ala al-muhsinin. Të devotshmit veprojnë drejt. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. Nëse I keni shkurorzuar ato para se të keni kontakt me to dhe u apati përcaktu mehrin, فنصف ما فرضتم, duhet me akthye gjysën e mehrit. إلا أن يعفون, përveç nëse ju falet. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح, ose e fal velia përgjithësi ose e fal vet gruaja. وأن تعفوا أقرب للتقوى, por që të falmi është më afër devotshmërisë. ولا تنسوا الفضل بينكم, mos I harroni mirësitë që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë mes juve. Inna Allah bima ta'malun basir. Allah subhanahu wa ta'ala e sheh gjithë atë që ju e veproni. La junaha aleikum, nuk është gjuna nëse dikush është martu. E ka bo niqahun, kurorën, dhe e ka përcaktuar edhe mehrin, dhe kanë qenë edhe dëshmitar. Dhe kjo është kurora në Islam. Niqahu, kurora në Islam, e sakt është kështu. Vajza dhe djali me qenë pajtimit, përgjegjësi I vajzës me qenë I pajtimit dhe me thonë me shprehje kur të pytet a ja jep vajzën ose motrën ose ato që e ka në përgjithësi për gru filanit, ai me thonë po, ja me shprehje. Pa u thonë shprehja, pa e nxjerr fjalët e pajtimit, nuk llogaritet me çaj sakt. Dhe këtë shprehje me ndëgjue dy dëshmitar të besueshëm musliman. Pastaj caktohet mehri I cili nuk është kusht për vlefshmërinë e niqahut, se merë mund mos me caktu hiq, ka mundësi vajza me përgjegjësin e saj, me babën e saj, vllaun, migjen, kundo që ka përgjegjës dhe përgjegjësia shkon sipas radhës, sipas afrimit familjar mas pari është përgjegjës baba. Nëse mungesë babës është vllau, mungesë vllaut është migja, kështu shkon rrjedha. Nëse ata pajtojnë që mos me pas merr hiq, s'ka merr hiq, për të mehri nuk është kusht, ose dhurata e martesës nuk është kusht. Por nëse kushtohet, pastaj bëhet kusht. Nëse mirën vesh vet me bë kusht, atëherë
shndrohet në kusht duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-muslimuna ala shurutihim, muslimanët qëndrojnë mbrapa kushteve për të cilat mirën vesh. Kushdo që mirët vesh për një çështje pajtohet, e ka obligim që atë çështje për të cilën pajtu. Por ndryshe, mos u pajton vetëm se çfarë pajtimit lihet çështje. Dhe kushdo që na mashtron, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk është prej neve. Men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron neve nuk ka prej neve. Ka pajtuat atje se realizon. Po kjo është munafik. Këto janë munafik. Kur pajtohesh për një çështje, bish dakord për një çështje. Po kjo ka më ndodhur kështu, ajo do të më ndodhë kështu. Ndryshe nuk bën më ndodhë. Dhe nëse bëhet një qahu pa lejen e përgjegjësit, një qahu është i kot. Leja e përgjegjësit, pajtimi i vajzës dhe djalit për martesë, dëshmia e këtij akti të dy dëshmitarëve besimtar dhe pastaj caktimi i mehrit. Nëse ka ndodhur kështu, dikush prej muslimanëve u martua kështu në këtë mënyrë, e ka lyp qikën e dikuj, prindja ka dhonë, dëshmitarët kanë qenë prezent dhe mehri u caktu. Por, ky halas s'u taku me gruan, halas e ka marrë gruan të shtëpia. Në ndërkohë, thot po du më lëshu, kjo nuk është gjëna. La junaha alaykum in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna wa tafridu lahunna farida. Nuk është gjëna nëse i shkullorëzoni gratë para se të keni kontakte me to fizike, para se të keni me to marrëdhënie intime, nuk është gjëna nëse e lëshuar. Edhe nëse është caktu mehri. Pastaj njerëzit e devotshëm, njerëzit që janë musliman, çdo ngjarje që ju ndodh, çdo problematikë që ju ndodh, e kryjnë sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndodhur një rast u martu, por para se me marrë gruan me çutë shtëpia vet, u nda njeriu, s'ka gjëna. Çka më botash? Janë procedurat. Thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun", nëse i keni shkullorzuar ato para se që të keni kontakte me to, o kad faradtum lahunna farida, dhe e keni përcaktuar mehrin, fa nisfu ma faradtum, gjysën e çati mehrit që është përcaktuar duhet me aktiv. Tu s'ka pas kontakt, por me që u bë marrëveshja, që mehri do t'jetë e llogarismi 1000 euro, gjysën e çati mehri do të më dhon çasaj gruaje e cila vetë sa u kurorzu, por u shkurorzu. Pastaj e merr gjysën e mehrit. Illa një afun, përveç nëse ajo do të me falë. Për shkak se kjo ka një procedurë thjesht, kjo nuk ka pas një farë kozgjatje, nuk ka pas një farë lëndimi, nuk ka pas një farë probleme, ajtë so ba x për dua smera, s'po gjëhesh. Por, nëse do të me adhën gjysën. E u jafu e lëdi bjedi ju, këtë të nikah, e falë mehrin vajza ose e falë përgjithësi i cili e ka ba një qafën. Në ta'fu aqrabu lit-taqwa, dhe Allah subhanahu wa taala përmend se me u fal njerëzve është më afër devotshmërisë. Jo vetëm të çështja e shkurorzimeve, por në të gjitha çështjet besimtarët në zvete, në ta'fu aqrabu lit-taqwa, me fal gabimet, të cilat janë kompetencë e jote më fal, për shkak se disa gabime nuk janë kompetencë e muslimanëve me i fal. Por çato gabime që janë në kompetencën tonë me afal muslimanëve është më mirë me afal. Se muslimanët kanë me gabu, edhe na kemi me gabu dhe secili do të gabon. Shoqëria islame nuk funksionon nëse nuk është prezente falja. Ka bëni gabim, falet. Në ta'fu aqrabu lit-taqwa, ata cilët falin, janë më të devotshëm.
Për shkak se Allah subhanahu wa taala thotë, po t'ia falni është më afër devotshmërisë. Fa'fu anhum wasfah. Në ajetet të tjera Allah subhanahu wa taala mëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam falja. Sahabe shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë gabuar në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në çështjet praktike, në çështjet e përditshme. Kanë gabuar në sjellje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë gabuar në thirrje që kanë thirrë, kanë gabuar kundrejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shokët e vet, sahabët. Jo gabime trona të cilat e kanë gjykimin pasaj, por gabimet që ndodhin gjatë jetës së përditshme, gjatë punëve të përditshme, gjatë bisedave të përditshme, gjatë takimeve të përditshme, se muslimanët kanë metuar së bashku. Gabimet të cilat janë mbrenda kornizave, me i falë është më mirë. Por me pas kujdes që falja ka herët dikuna i bën zarar. Me falë dikuna që vazhdimisht i bën keq muslimanëve, nuk duhet. Se kjo i ndihmon pastaj atina mi u bë zullum me atjerve, ose me ia fal dikuj që çdo ditë i ndryshon të këqijat ose të njëjtën ta përsërit, edhe kjo nuk bën. Për shkak se i ndihmon atina me vazhdu në të keqen e vet. Por se nëse dikush për muslimanëve, zakonisht nuk është që i bën zullum muslimanëve, nuk është që i bën zarar, nuk është që i bën sherr, po ndodhi u bë diçka, falë. Se ky nuk është personi i keq. Ky nuk është personi që bën sherr, po qadar Allah, ndodhi njerë, fale. Më thonë njerëzit të cilët janë të njohur se nuk janë sherr i muslimanëve, nëse ndodh më herë, ose herë pas here, me bo gabime, muslimanët është mirë me afal. Njerëzit të cilët janë të njohur që ju bojnë sherr muslimanëve, nuk duhet me afal. Edhe të çështja e liçohet që është kështu. Ka dikush martohet e shmartohet ka 100 herë. Këtë s'bën me të leru kështu. Se kjo është sherr, kjo është zarar i muslimanëve. Omer ibn al-Khattabi mante hutbe për djalin e vet, kur ishte halife, Omer ibn al-Khattabi njëri prej djalëve të Omer ibn al-Khattabi martohej, normal sipas rregullave shariatike, por masanej i lëshon te gratë. Dhe njerëzit kur do që ja kërkonte qiken ose motrën ja ebnin, se djali Omer ibn al-Khattabit, veç të tjerave ishte edhe halife i muslimanëve. Pastaj ky i lëshonte. Dhe Omer ibn al-Khattabi në hutbe, kur ka marrë hutbe, ka thënë njerëzve, mos i jepni çik djalit tem kërkush. Shihni çfarë po bën ky. Se dikush ka mundësi materiale, ka mundësi me pagu merë, edhe i lip gratë, martohet me to, sa merë i 10.000, ja jepaj. Se ka mundësi materiale, mas 1 muaj, 2 muaj, e lëshon, ja jep qatë merë ditër e mirë. Nëse ky e bën këtë praktik, që na s'du m'ja fal hiq, jo m'ja fal, po asë mos në martu hiq. Tha njerëzit të cilët njihen që në shoqërinë islame janë njerëz të mirë në përgjithësi, por her pas here gabojnë, është mirë m'ja fal. Njerëzit të cilët njihen që në shoqërinë islame bojnë sherr, tyre nuk duhet m'ja fal. Ta'fu aqrabu lit-taqwa, dhe që të falni është më mirë, afër devotshmërisë, wala tansaw al-fadla bainakum. Dhe mos e harroni Allah subhanahu wa taala të begati të cilat janë mes juve. Nëse një musliman për shembull ka shumë mira, në ndërto ka bën një gabim, Allah nuk bën më mirë pse ka bën një gabim. Apo harroni se ky ka edhe 20, 30, 40 mira tjera. Qofshin ato të shërbimit të përgjithshëm të muslimanëve, qofshin personal. Vëlla të nëse ullë fëtë lejbejnëkum, mos e harroni begatit, mos e harroni mirësit që Allah subhanahu wa taala ka qenë në suve, inna Allah bima ta'maluna basir, dhe gjithmonë dini se Allah subhanahu wa taala krejt ato që e bojnë, ai e sheh. Wa qulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur rahim.